Faleminderit mirë se keni ardhur në studion intervista. Kënaqësia është e ime, faleminderit që më ftuat. Çfarë mund të thoni diçka për karrierën tuaj? Unë kam mbaruar për drejtësi në fakt edhe ushtroj profesion në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por kam zgjedhur që të jetoj në Shqipëri dhe të merrem dhe me letërsi paralelisht, sepse kam fatin e mirë që punën kam online dhe kam të lloj privilegji që të mundem të bëj të dyja. Atëherë, si lindi pasioni për letërsinë? E kam patur gjithmonë. Gjithmonë kam patur qef librat që e vogël, ndoshta sepse prindrit gjyshit më lexonin shumë. Dhe nga ai moment tutja, fillova të doja që historitë që i lexoja t'i bëja dhe vetë. Kështu që e nisa me pralla. Diku te 8 vjeç ka qenë pralla e parë, që ja tregova gjyshit dhe gjyshit i pëlqeu. Dhe nga aty projektet erdhen edhe u rritën edhe u bën më serioze, sepse dëshirën për të bërë libër, mund ta kam patur që 10-11 vjeç, sado që nuk ishte ky që doli libri i parë që kam dashur të bëj, absolutisht. Po që, ashtu ka libër. Atëherë jemi të paneli i librit. Çfarë mund të thoni diçka për botimin e fundit që keni? Botimi ngelet libri im i parë, unë thjesht e kam ndruar kopertinën në kësaj radhe, sepse doja diçka më reja në kopertinë, e para ishte e bukur, por ishte shumë e ftohtë. Ndërsa kësaj radhe kopertinën e ka bërë një nga mikeshat e mia më të ngushta, që realisht më njeh. Dhe ja ka dalë që mua si njerit më përkthej në imazhe për kopertinën. Dhe është e preferuara ime, ka dalë shumë bukur. Pa modesti fare do them është kopertina më e bukur që kemi. Se normal. Normal, po. Po që kjo është. Panajeri është gjithmonë emocion më vete, është emocion shumë i madh, ti je afër lexuesve, takosh njerëz që duan marrin librin të njerëz që nuk të njohin. Kështu që mua më pëlqen edhe shpresoj të jem edhe në vitet e tjera me botimet e reja patjetër. Atëherë për çfarë flet pak a shumë historia në librin tuaj? Historia është jeta e dy motrave, Charlotës dhe Ajës, në Tiranën e 2014-s. Dhe Aja është pak më e madhe, është diku te 35 vjeç, avokate, Charlotta është e vogël, është 17. Ende duke u marrë me problemet që adoleshenca sjell, me sfidat që Tirana në atë kohë ka patur, problemet për shëndetin mendor. Pjesa tjetër lexojeni. Po, atëherë kjo Tirana 2014 zgjani çik me Tiranën e 2025-s? Më shumë se ç'duhet. Mendoj që një nga gjërat e mira që duhet të ndodhë i shoqëria është që vit pas vitit të përmirësohet. Ndërkohë që unë mendoj për fat keq shumë nga problemet që u kanë prekur në libër, në 2025-ën janë më prezente se në 2014-ën, më të rënduara se në 2014-ën dhe më të injoruara se në 2014-ën. Atëherë